një buqet me lule në trotuar, detaje nga vrasja e Savannah Kullës në Kanada. Personi në foto ishte 38 vjeçari Anthony Despesher, i cili vrau gruan e tij shqiptare Savannah Kulla, 29 vjeçare në Kanada. Shkaqet e krimit janë ende të paqarta, ndërsa ajo ka mbetur pas, janë vetëm fëmijët e çiftit pasi autori u ekzekutua nga policia pas ngjarjes. Një buqet me lule është vendosur në trotuar në nderim të shqiptares që u qellua për vdekje nga bashkëshorti, ndërsa autoritetet kanadeze kanë nisur hetimet për ngjarjen e kopshme. Buqeta me lule nga komuniteti i Brantonit që është rënditur nga ngjarja, ndërsa çifti tashmë ka lënë pas 3 djemë dhe një vajzë të vogël. Pas vrasjes së gruas në parking, autori tentoi të ratiset me foshin 1 vjeçar në duar, por u ekzekutua nga policia. Dyshohet se çifti kishte probleme, ndërsa mediat raportojnë se autori 38 vjeçar tentoi të largohej nga vendngjarja me ndihmën e një gruaje tjetër që e priste me makinë.